Edhe shumë çudi, pse me djeg këtë shtëpi, kur s'ka qenë ma e pasura, s'ka qenë ma, ndoshta, po, si duket, janë vetëm se njëherë o vjedh, jo vjedh pikturat e Mehmetit, e harrova me tregu edhe këta, se në Sarajevo Mehmeti, kur ka, çfarë fati ka pas, kur ka punu të pikturat, i kanë met në akademi, ka anë Kosovë, ka fillu lufta në Bosnë, edhe ato i kanë met në akademi. Kemi anë Kosovë, ka punu, kemi dalë për luft, i kanë met punimet këtu, i kanë kallë, edhe këto. Është edhe mandej, e shumë është interesant se para se me fillu lufta punimet i ka pas nxime në zift, instalacione në zift, tama si të kalluna, e bashkë që ato, thu se e ka dit, bashkë që ato, thu se i ka parandi, qashtu të duk shtëpia kur jemi këthy. Qashtu. Edhe pse është kallë ka qenë qëti, pse bashkë këta, kur shumë pakën Prishtini ka kallë. Po i kam përpallë, edhe një shoku tonë këtu afër, edhe një shoqës tjetër, disa, bande po e lidhim ndoshta pse na që kemi punu me organizatat e huaja, ndoshta që ajo edhe ka qenë arsyeja. Nuk e di. Ndoshta na jo kemi shku nerva ma shumë. Ndoshta ka dash me na poshtru që s'ka lidhje që ki libra ti këto, une ty libra e piktura na e kallim edhe këta, edhe ti s'ki ku mu këthy mo. S'po ti. Edhe qashtu të përmandej, u te i kalot, ajo s'te i kalot, kur po fillon me mësu me jetu me atë dhimt, me atë humbje, edhe fati bandej kur u kryn NATO, kur ndërhyri e na atje të usjetu i kësyr lajmet, po ajo knaci, sa ajo kcejshim, lujshim, s'ushim me besu, edhe mu bordë vishë prej Shqipënisë më thrasin një shoqe, Nora ka punu atje edhe ajo bisedon me drejtorin atje edhe thot që me rita këto e më thrasin me gjithë fëmijë, me gjithë Mehmetin me u kthy në Tiranë, me punu pak dhe me u pregadit psiqikisht dhe fizikisht që me u kthy në Kosovë prapë me punu. Edhe ajo na e shkojnë prej Antaljes me të pagu me krejt, me në Tiranë të pagu me babysitter, me pastrus dhe me krejt, vetëm me u qetësu javë ditë dhe ajo ka qenë jeta jonë. Ajo, a prapë na me qatorë të vogël, që ashtu që i keshim, edhe plus që na falën në Turqisë sene, të isha shku në Tiranë, edhe ajo prapë bukur, nxehtë, lule, s'ka, vajzat aty të sheshi i kam pas do të keret vogla, shkojshin, unë u kthevan punë, mi dhanë rrogat, 3 muaj që s'ki punu, e zi, kret për njerë, u bu kret ma mirë, fillova e bleva një fustan. Edhe mëndej erdha ma herët se familja këtu njëherë për punë me atë aeroplanin i cili u pat një aeroplan që shkoj këtë Tiranë, Prishtinë, që për punëtorët e UN-it që pati aksident, po nëse këtu s'pat aksident, erdha këtu e pash shpinë krejt në rënoja, it's okay, na jemi gjallë. Edhe unë e fillova me punu me dalë në katunet e Kosovës, me punu në rehabilitim të shtëpiave, me shumë pasion. Gjithmonë me World Vision? Këtash me World Vision, po 99-ën, edhe me World Vision, me pasion në komunën të Podujeva, unë isha me marrë ku janë ma remote katunet, me shku, këfori angles në ndihmojke, majorat angles, tepër të mirë kanë qenë me helikoptere që ishin materialet, unë e udhëheqsha rreth 40 inxhiniera edhe arkitekta me World Vision, ishte një punë shumë nobel e madhe, nuk mendojsha për shtëpinë, se kur e shesha ku janë, na shku po jetojmë te printe me Mehmetin qendër Banizën, e kishim një dhomë 4 vetë, po në krahasim se çka jetojshin, edhe ishin social kriterijat sociale për me plotsu, thosha s'kem nevojna, edhe pse por në një moment unë shko interesona
te SDC e Zvicranëve këtu, se thamë po japim për Prishtinë, veç për qytet, thash, a është e mundur, a muj me qenë këtu, jo prej kompanisë teme, prej SDC në qytet, po qështu, po mi jep fotografi ta i na jep, mi japin bandi dritare, se në me meti për të kërja, po na japin dritare, këtë keni një befasi. E nëjse marrim material, edhe une i bi materialin këtu, shpikulmin me plastik, njëherë, edhe na qështu ty punu jashtë, me të madhe, unë e kolekt, po kur u bo dimni, shkurti marsi, unë ndërprej puna se s'kishim me punu, i kishim edhe këta zruktarë të krejta që ndërtus që i kishim, kompanit rrishin, kur ata kolekte mi kanë shku e kanë pyetën drejtorin, a mujmë saporin deri sa s'fillon programi tjetër, shkojmë t'i ndihmojmë meritës me boshme. Unë nuk e kom ditë, e kur për 8 mars dojnë ata, hajde merit, po të shkojmë para se me shku të rem, me bo asesën, po të shkojmë një në shpi, kur i kom pa krejt ata për 8 mars dorat, po ma bojnë kulmin, me një befasi prej kolegëve, prej punës që s'harohet. Qka janë do situata shumë interesant në punën që kemi pas tash. Në qatë kohë, ma vonë, ishim na veç vetë në punë, po vjen për USAID, në takimet kër i kisha në podjeb, për USAID, po thoni kemi për 100 kun me material, po duhni për një javë me i bo se kanë me ardhë prej OFDA, po di prej USAID, Amerikës, për 100 dit, borisht, duhni me kry, për një javë, 100 kulme, kush është për, kush për, unë më qojtore, po thash që na mujmë, a jeni të sigurt, po, në World Vision zyre, si shkur kush prej ekspat, krejt patëm shku, ka qenë, atëherë ka qenë për Christmas edhe viti ri. Unë në shkruva, pe marëm pi thom kolegëve, po shkojmë pi marim ato në Ferizaj, duhet me marë dhe kemi mi ndërtu, i gjetëm katunet, shtedime, në Podujev, edhe dhe kur kom shku në Ferizaj, kur i kom pa ato, kam i unë atë mdhaja, e unë hala pa ditë kërkush pi në shkru, pi marim tonë atë material për 100 shpia, po, edhe për i qojmë në katun, po, aty ka qenë edhe me kontribuar edhe vetë katunart, vetë banorët e katunit e shpijave me ndihmu. Ta kanë qenë fenomenal, edhe me të vërtet, për një javë dit, borë, shi, krejt, u bënë 100 kulme, u bënë për një javë dit, në borë e shi, po me shumë entuziazm, me shumë pasion, nuk di çfarë ndjenje ka qenë, mande kur erdhen ata prej USAID-it, prej Washingtonit, e shpallën si success story, e u bon tregim, me sen, që u bo, edhe kur ki pasion, kur ki vullnet dhe kolegialitet dhe bashkëpunim me tjerë, me komunitetin, edhe me kolegë, që s'kam rrihet. Që tash po na mungon që ajo shumë. Tepër po na mungon. Çfarë pasioni kemi pas, çfarë pune. Ka pas edhe kështu përdorime, aty u da shumë me Winchester, se ka pas kështu përdorime të mëdha, disa NGO-ju patën mbyll në atë kohë. Duke i bo këto, donatori kryesor ka qenë European Agency for Reconstruction, Agjencia Evropiane për Integrim, EU-ja, edhe aty ka qenë Michael Doyle, i cili e ka udhëheq housing, programin për housing, edhe qitin në konkurs për arkitekt për këtë program, tash mi monitoru NGO të Kosovë, edhe në një farë forme më thonë që pse s'po aplikan këtu, okej, së di shatin, unë aplikoj aty faktikisht mande aty më pranojnë. A më veç edhe një detalj me tregu pak për para një dhe, se duke punu në World Vision, në housing, me kolegun të Angles David, arkitekt që patar, pas shumë kolegë të pirë, ai me Doctors of the World, një drejtoresh aty, i tregon që në shtimje janë fëmijë të strehum, fëmijë që janë pa të meta, s'kuqo, me të tjerës, me nevoja jo stabile mentale, me nevoja të veçanta.
Edhe thonë, hajde të shkojmë të bëjmë një incizim, të këqyrim qysh t'i ndajmë fëmijët prej atyjet. Kjo ka qenë që kjo viti 2000. Edhe shkojmë aty edhe ajo ka qenë një shok tjetër, i përjetuar në atë shtëpi, në shtime, ka qenë tmerr, kur i ke pa fëmijët në ato shtretën, vetëm në ato hekra, si të mlu me batanie njeni që s'ka dash kur me hek, me lëkur të dushme, edhe rreth 12 fëmijë kanë qenë ata të mërshme, kushte të mërshme. Edhe na mandej shkojmë, shumë ka qenë e prekshme ajo situatë, edhe çka bojmë na dy, unë dhe Davidi shkojmë komunën e Lipjanit, e Shtimjes, edhe kryetari i komunës ja tregojmë situatën që na vjen toka, na e bëjmë projektin, na i kemi punëtor, na e ndërtojmë. Edhe aje jep njëherë mrapa, ajo shtëpi ende është aty, dhe me Metin e kemi shtie ka bo një mural me sa që peshja, hala ekziston, kom shku e kom pa, është t'i tregoj fotot, është. Edhe kemi shku e kemi ndërtu qështu shpejt pa, s'ka qenë në program të World Vision, po u ndërhym dimu se kishim kapacitetin atku, edhe i ndam në fëmijët për atyjet, edhe ka qenë një sukses, e tu e bo që ata, tu u përfundu, unë e kaloj në Agjencion Evropian për Liberté. E tash këtu veç tjetër pozit tash me, nuk, prej terenit, prej punës praktike, tash në pozit me i monitoru, implementus, njëjtë për housing project, me kolegë fenomenal, fantastik, krejt, ma ndej në 2004 të përfundon housing projekti, më ndej unë e kaloj një zhvillim ekonomik, nuk më pëlqejke aty, edhe diqysh vendosa që unë duna me u kry tash ajo, u kry ajo fas, duhet me këshyr me, se si arkitekt pak, isha edhe ambicia me bo edhe diçka tjetër, përfundun këto projekte të housing në zhvillim ekonomik, se gjejsha vetën, nuk kishte jemja, edhe dal me punu vetë, private practice vetë, po në ndërkohë, që kolegu anglez shkon në Sri Lanka, mas tsunamit për në ndërtim, edhe më thirë me telefon, a je e gash me marrë, kjo 2007 në Sri Lanka, me punu për rehabilitim disa shkollave, se kemi ngec, veç për shkurt, për një 6 muaj, veç sa me përfundu se s'po shkon kontrata atje, në pjesën lindore të Sri Lankës, në Ampara Region. E kisha Paulina 11 vjeç, Renja 16 vjeç, gru shqiptare, dhe qysh, po diskutojme me ti, qka po ta merr mendja? A muj me shku, qysh mja bo? E do u dushin edhe të hollat. Okej, tha unë s'ka problem, se ajo është një babë shumë i mirë, edhe kemi pas ndihmëset në shtëpi gjithmonë. Edhe unë e thash një kush po, nëse vi 2 muaj e gjys kthejna në shtëpi, mandej vi edhe 2 muaj e gjys. Edhe nuk muj ma shumë se 2 muaj e gjys munda prej pajsave. Edhe ajo bo brenda 1 muaj, shumë shpejt, ka qenë si urgjencë. Edhe une, prej këturit, një shqiptare, tash hajde me provu vetën. Edhe më shumë interesoj që tash, a kome qenë unë e njëta me punu në punë humanitare, nështë ta kom punu këtu veç pëse ka qenë populli jam, apo a kome qenë e njëta edhe me tjertë, qysh kome reagu? Edhe mas tsunamit aty do të prapë në shkatrim, në lindje, veri lindje të Sri Lankës që prej Kolombos me u thua atje, nështë si ka as 200 kilometra, po në për gjungull me shku, i bëjshim një 12 orë për me mri atje me kerë. Rrugë të shumë të kësia. Nejse, unë e shkoj atje dhe tash në rehabilitim të 3 shkollave, në vërtet ndërtim 3 shkollave dhe rehabilitim të Assembly Halls që i kishën aty. Ama aty prap pasione, prap adrenalina.
Bravo, Fitoj, ata që ishin të remote katunet, thella që nuk ishin pas pa të bardh, fëmijët aty tash vishin, veç Marita, veç me më prek, po tepër me ata sy të bukur, me ata dhomë bukur, fëmijë ma të bukur s'dija ka dikon në botë. Edhe unë vazhdimisht isha, ndrova approach, isha të rënë edhe çka bona një gjithësi që aty që i angazhova fëmijët në proces të ndërtimit të shkollës tyne, çka janë fotot, ti tregoj mandi, përveç që i zgjesrim ngjyrat bashk, shtisha ata edhe me vizatu muret, me dhonë muralet, profesorat dishin me i tregu çka me bo, na i largojshim ata vetë, edhe u bënën ato shkolla një ma ndryshe. Në fund, përveç muraleve që i bënën shkolla, për herë parë i bënën muralet në Sri Lanka, tash plot murale ka Sri Lanka në shkollat e tyne, edhe e bënëm ekspozitën për hasabet punimeve të tyne. Me vërtet, ka qenë thuse i shisha fëmijët e mi në krejt ata sytë, zi bukur i shisha fëmijët e mi. Edhe mandej aty u gëzova që unë isha prapë e njëjta, që ajo me pasion e kom punu punën humanitare, nuk ka lidhje është a je shqiptar, a çka je, a je Sri Lankës, a je i Afrikës, a je i Evropës. Derisa ti e bën me pasion që atë punë, me ndihmu këdo në fatkeqësi, me bën vetën është një ndjenjë e posaçme.